Januzi, duket se parandjem edhe pas Partizanit, shënoni golla të rëndësishëm, sa herë që shënoni. Po, normalisht jam I kënaqur për golin e shënuar, pasi do të them që ishte një ndeshje shumë e vështirë, e luftuar edhe ai goli na dha më shumë besim. Edhe jam shumë I lumtur për këtë fitore edhe vazhdojmë të krijojmë vazhdimsi sepse kemi 3 ndeshje që me 3 fitore dhe duhet vazhdojmë në këtë rrugë. Duket në pamjet parë një fitore e lehtë, por ka qenë e tillë për ju në fush? Jo, as pak. Kundërshtari ishte shumë agresiv. Shumë ka presuar lart gjithë kohës, edhe na e bënte edhe shumë vështirë edhe neve që të nxjerrim topin nga mbrojtja, kështu që them që e kaluam me sukses sepse ndeshja e dytë pastaj është më ndryshe në Shkodër. Një çështje mbyllur kualifikimi apo duhet respektuar deri në fund kundërshtari? Jo, kemi edhe ndeshje tjetër, Ballshin majmen edhe ndeshjen që kemi luajtur në Shkodër na ka hapur shumë probleme, pasi është një ekip që luan mirë me topin, edhe duhet ta vlerësojmë maksimum. E gjithë vëmendje tashmë tek sfida me Laçin. Do të jetë katërta fitore rradhi? Shpresojmë sepse duhet vazhdojmë vazhdimsinë. Vazhdimësia është ajo që krijon besim në ekip, edhe është ndeshje shumë e rëndësishme dhe na duhen 3 pikë për nëse duam të luftojmë për titull kampion. Disa lojtarë të rinj sot nga ato të zakonshmit, por të gjithë duket që po japin më të mirën për vllaznin. Normal, jemi grup I mirë, edhe ne që jemi pak më shumë eksperiencë I mbështesim, kemi marrëdhënie të mira, vazhdojmë punojnë pasi cilësitë I kanë, edhe tregojnë më të mirën të na ndihmojnë dhe neve. Faleminderit.